këtë kuptim, zoti Abdigjiku i është drejtuar të thotë gjithë atyre që nuk e konsiderojnë veten pjesë Lidhjes Demokratike të Kosovës, të cilët nuk dëshirojnë të kontribuojnë në fuqizimin e Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe në faza të ndryshme po japin do të thotë mesazhe të cilat e dëmtojnë partinë se ata nuk e konsiderojnë veten pjesë të këtij vizioni, më mirë është ta rënë të qetë Lidhjen Demokratike të Kosovës, por kjo nuk ka të bëjë në asnjë mënyrë me delegatët nënshkrues, të cilët e kanë nënshkruar, është drejtë e tyre legjitime që të kërkojnë mosbesimin e kryetarit të Lidhjes Demokratike të Kosovës, por për neve ka qenë shqetësues në kuptimin se për herë të parë në historinë e Lidhjes Demokratike të Kosovës kërkohet shkarkimi i kryetarit të LDK-s pa ndonjë arsye të theksuar. Arsyeja në fakt sipas tyre ka qenë që e kanë fajsuar vazhdimisht zotri Abdigjikun për rezultatin e partisë e cila mbetet forca e tretë në vend. Zotri Manaj. Po, kjo ka qenë arsyeja e kërkesës, por në momentin kur je i pakënaqur me rezultatin e zgjedhjeve, duhet